sa bukur. Mendoja se vetëm unë I bëja pakët e bukura, për shkakun. Wow. Ideja ime është të bëja pakët e bukura. Kjo është bënda të tjerë, të tash është kisha kohë që ndiqa këtë si paqë, si reseller që shiste. Shkarta e memorisë të kamerës dhe vajta e vleva Media Market për shtoj me 20 euro. E mora gati, ktheva prapë në rroba. Sot më jam punë. Ndala që më duket se po bie boria. Doja të thoja që pasi kanë kaluar një cappuccino, më ngrandi një kek me qershi që nuk ishte I mirë fare, po nga hëngrata e vleva. Edhe ti do të thaj që ju është dhe të keni shqipim. Po parku kjo ferma. Kisha lara akoma ta thaja, por e lava vetëm në brenda, shika dhe më fshes në korrent. Po dal, po I thot se dua të kalu për ore për balkonin, por vetë asaj duhet të kemi në një dyqan me thrifting, edhe po nisem. Dita dje o Zot sa të mirë më bën ato shparagët I shkëlqa. Jo të përqarë. Shumë mirë. Do mos në qëtë një që ma një të momenti. Una dalë perfekte. Kështu, sa tash po I ke shkruajni dhe është kështu si estetik. Shikoni, është shumë famous. Është atje ku është kënduar ajo kënga e famshme për të huaj. Në Gjermani e di atë këngën e famshme kështu. Çokolata e bukur në ana tjetër, edhe nuk e gjej. Gjithë të këta të dyshana është një Mama! Se apri ditore, fike! Është ndër të çantat e vetme që janë disa po e pa që nga Ylspert. Jem në paketimin super luxury, me karton, që thot dear Harry, we hope that you love your new and bag and don't wait to see you stylist. Best wishes. Timi I Zemiljerit. Shifeni? Super jenë kështu, me ta bacon. Në hapim dhe trikori. Ka një detaj shumë bukur, që e bën pak më ndryshe mendoj, shifeni? Është suede, është shuka mosh, me ngjyrën kafe, errët, edhe ka
i Chelsea, i cili vlen si magneti për të mbyllur çantën, dhe është me vërtet shumë. Ta mbaj të dalë dhe postura. Vetë unë pasam kafe për sot në projekt, se nuk vetë këtë gjë një derë që hapet, edhe më ka treguar një shoqe një histori që kur ka ardhur në fillim në Gjermani, kur ka ardhur në fillim në Gjermani, pa dashje ka hyrë komshiu te shtëpia se ju hap dera, nuk e di, edhe thash më hyri ai një njeri dhe u tremba se keni idenë sa u tremba kur e thash, tash është për njeri një time. Se nuk e prisja fare. Një fare e kemi për gjysë, për ata punët shtëpia ime. Por duke qenë më trembi dhe duke qenë se si kisha kurat. Kemi marrë cappuccino me qërë. Por, më sa për shokë, pas 5 ditësh, dhe kam frikë mos jam ignorante dhe glutenit, të më bëna furja që kemi të parë, të furja qërë, më shumë mendoj unë, këtë që unë, pse, po puno, se do temu, puno për atë punë që të dhe jo për mjekë, dhe u mjekë, dhe më krimë pytja, pse ti atë dhe unë këtë shumë mendoj unë, atë do t'ja ta shumë se jam zgjuar me frymëzim. Ta hajmë në gjekën edhe përse do ju tregoj se bleva një për pijama tjetër primarku, yll, edhe një rrit të pëmëja, shumë të bukura. Edhe këtë do va tregoj më vonë. Shkët më pare që të tregoj se që mora atje, mora këtë rritin, është këtu. Edhe pse nuk di mirë Gjermani, për shembull nuk e di se i thonë fjalët kopza e vipit, apo gjërat e tjera, fjalët ose diçka nuk më duket ashtu shumë. Edhe po ikim tani të marrim të herë, se në makinë bëhet goxha trafik. Shumë bëjmë me tren direkt. Edhe treni ku mbaron. shumë njerëz, shumë në përmejë, Po, edhe me qenë kaos është në të dy anët. ishte gjithmonë është kaos. Po, duhet të vesh pak shpejt që të dalësh storite. Të shërë një që nga telefonit 5. Që pe foto në të shpite të njerë, me të bëtate në njerë, me në të të që të shpja ime. Ashe e shotë dhe stadion. E se të qëra shumë të shqipë shaqërit, Por e di shumë. Mua nuk është i të shumë. Më tha mua hajde. shumë, ka marrë të shqipë dhurë. Hajde, më tha mua herë. Në të dhurë e shumë. I në të shqimë së të tjërën, për në të
mali mo. Çashtu. Sho. Çalıştıracağım bu hastayı. Dünyada olmaz. Ama annem o evde daha rahat edecek. Bir tek yemek yapacak. Başka kimsenin işini görmeyecek ki. İç evde diyan. Sopri. İç evde diyan.